thot alayhi salatu wassalam, ati që Allah i falë ndë një vajzë dhe sillet mirë ndaj tyne. Kur s'ka thonë ndaj djemve, ndaj vajza. Nuk e ka veçuar djemt, ka veçuar vajzat. Kur ka thonë për djem, ka thonë për dy gjinit. Ndërsa veç për vajza, po, ai cili sprovohet ati që i falë Zoti vajza dhe sillet mirë ndaj tyre. I don ato, gëzohet që ja falë Zoti ato, bon sabër ndaj tyre dhe edukan, kanë me qenë mburoj nesër për zjarri i xhehenemit kur del para të madhit Allah Azza wa Jall. Islami fe e dhënshme. Ma gjen një njeri në këtë dynja, prej këto kosti burrit madh, derisa musliman kanë pasur pushtet. Mos më tregat ti musat kon njerëzit na me të fes bojnë lujnë si dojnë, nuk e përfaqësojnë Islamin e dini. Ma tregon ti mu një rast që dikush prej pushtetarëve apo prej ushtarëve apo prej muslimanëve e ka detyruar dikant të thot la ilaha illallah me dhunë. Nuk gjen, sepse s'ka dhunë fe, la ikraha fi din. Qysh kundërshton ti Kur'anin me zërdë e bojnë njerëzit besu musliman. Kërsa ti Rasulullahi, Allah i tha va ma alejke lel belag, e jo që nuk është me detyru njerëzit fe me hy. E jo që është mjaftu e mani të në vend mesazhin qellor. Falenderojmë Allahun e madhëruar te bareke ve teala, qysh i përket të lartë madhërisë së tij. Gjithë herë dhe çdo herë e pranojmë dhe dëshmojmë se ne jemi të mangët të lartësojmë e të falenderojmë lartë madhërinë e tij ashtu siç ai meriton. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e atij burri të madh derisa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, e falenderojmë Allahun e madhëruar shumë që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje të madhe, fe e cila është fe madhështore, e që nuk pati ndonjëherë më parë, e as nuk do të ketë më pas, këso feje të cilën ne e kemë, respektivisht të cilën i madhi Allah Azza wa Jall e përzgjodhi për robërit e tij, që ata me të ta fitojnë kënaqësinë e tij, që ata me të arrijnë lart tek lartmadhëria e tij, që ata me ta fitojnë xhennetin e tij. Allahu i madhëruar për këtë tha: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, e vetmja fe apo feja e vërtet dhe e vetmja e vërtet inda Allah, te Allahu i madhëruar, por jo te njerëzit, te Allahu i madhëruar, sepse tek njerëzit secili pretendon se ka mirë dhe se feja e tij është më e mira, por kështu nuk qëndron në raport me të madhin Allah Azza wa Jall, nga se ai e përzgjodhi për vetveten e tij dinin Islam që me të afrohen tek ai robët e tij. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, feja vërtet është tek Allahu i madhëruar, është Islami. Është fe madhështore, është fe madhështore, sepse Zotin e ka të madh, e është prej Allahut të madhëruar, prej Allahut i cili krijoi çdo gjë çfarë ka në këtë gjithësi. Është fe prej atij i cili në mesin e këtyre krijesave e krijoi dhe përsosi këtë njeri, e për të cilin Allahu i madhëruar tha:
laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Më të vërtetë ne kemi krijuar njeriun në formën më të bukur, më të mirë. Dhe këtë kupton njeriu fort mirë, e pranoj se pranoj, është krijesa më e veçantë të cilën e krijoi i madhi Allah Azza wa Jall. E kësaj krijese të bukur dhe të veçantë, i ja përzgjodhi këtë din, këtë islam, që me të afrohet e i madhi Allah Azza wa Jall. Është ai Zot i cili për këtë njeri krijoi krejt çfarë ka në tokë. Ama krejt çfarë ka në tokë, siç tha Allahu Azza wa Jall, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allahu është ai i cili për ju krijoi krejt çfarë ka në tokë. Të gjitha këto krijesa dhe vetë toka si krijesë që në te janë këto krijesa tjera, janë krijuar për të shërbyer dhe janë në shërbim të këtij njeriu. Kush i bëri këtë, i bëri i madhi Allah Azza wa Jall, i cili i vëri në shërbim të njeriut. Është ai i cili për njeriun krijoi hanën e diellin, natën dhe ditën dhe çdo gjë tjetër, siç tha Allahu Azza wa Jall, wa sakhara lakum al-layla wa sakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain wa sakharakum al-layla wan-nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha innal insana zalumun kaffar. Allahu është ai i cili për ju krijoi diellin dhe hënën. La ilaha illallah. Sa krijesë e madhe ky diell, megjithatë është krijuar për këtë njeri, i cili është kaq i vogël. Sa zan vend njeriu se individ në këtë tokë, e lërë më në këtë gjithësi, e për të është krijuar ky diell. Është krijuar edhe hëna, është krijuar edhe nata, është krijuar edhe dita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dhe krejt çfarë keni kërkuar ju, ua ka dhënë Zoti juaj. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, e nëse përpiqeni të i numëroni të mirat të Zotit, nuk do t'ja arrini. Pra pasi që Allahu i cek në të ajete dhe tjera që i kanë qenë më lartë, që janë cekur. Disa të mira me të cilat begati e dhunti, i ndëroj, i begatoj, i veçoj, robët e ti njerëzit. Në fund tha, dhe nëse i numëroni, nëse përpiqeni të numëroni të mirat e Zotit, nuk do t'ja arrini. Nuk kanë fund të mirat e Zotit për insan. Duke mos harruar se ka shumë të mira që insanit as që i bie ndërmend se ato janë për të mirën e tij. Sepse do të më kuptu ajetin tjetër atje që cekëm më herët, se çdo gjë çfarë ka në tokë ka krijuar për ty. O insan, o biri Ademit. Pra këtë din është i këtij Zotit. Ja atij Zoti i cili çdo gjë krijoi për njeriu, dhe njeriu e veçoi dhe dalloi dhe privilegjoi, e njeriu t'ia zbriti këtë din dhe me të ndëroi dhe zemrën e tij i ndriçoi, edhe i tha, me adhuro mua o robi im,
sepse çdo gjë kam krijuar për ty o robi im, ndërsa ty të kam krijuar për veten time, që të më adhurosh mua. Ky din është i madh, sepse ka pejgamberin e madh, sallallahu alaihi wasallam, e ka burrin më të madh që patin ndonjëherë njerëzimi. Është njeriu më i veçantë, më i dalluar, më i ngrituri te i madhi Allah, i përzgjedhuri i të përzgjedhurve. E pejgamberët janë të përzgjedhurit e Allahut. E Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam është i përzgjedhuri i të përzgjedhurve. Është krijesa më e veçantë e Allahut, më e dashura, më e afërta. Dhe atë Allah e bëri lider tonin, prijes tonin, pejgamber tonin. La ilaha illallah. Vërtet dhëntit të Zotit ndaj nesh ishin dhe vazhdojnë të jenë të mëdha, të nderuar vëllezër. Është dini madhe sepse ka këtë pejgamber, të cilin Allahu e dërgoi për pejgamber tek mbar njerëzimin, madje edhe tek gjinnet. E dërgoi pejgamber tek mbar njerëzimi, siç ka thënë Allahu: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Ty o Muhammed nuk kemi dërguar vetë se tek mbar njerëzimi, si përgëzues, myshde, përgëzim, si harreq për ata që besojnë Zotin hak dhe punojnë amele vepra të mira, po edhe qortues, paralajmërues, mja u të hek vrejtje njerëzve, se po që se ndoqë ndonjë rrugë tjetër, Allahu e ka dhe dënimin e madh. Ama, walakin akthara an-nasi la ya'lamun, por ja që shumica e njerëzve këtë nuk e dinë. Kështu tha Allahu, dhe kështu vazhdon tjetë edhe sot, dhe kështu ka me vazhdu e tjetë deri në fund të dynjas. Shumica e njerëzve nuk e dinë se kush është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe se ai është njeriu të cilin Allahu e përzgjodhi rahmet për mbar njerëzimin. Andaj tha Allahu për të në fund të surës Anbiya: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ty o Muhammed, dhe këtë e tha veç Muhammedit, jo Ibrahimit, dhe jo Ademit, dhe jo Musaut, dhe jo Isaut, dhe askujt i dynja. Ty o Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për mbar botën, madje për të gjitha krijesat, sepse el alimin futen të gjithë njerëzit, përfuten edhe gjinnet, përfuten edhe shtazet, përfuten edhe shpest, përfutet edhe natyra, dhe çdo gjë që është në këtë glab dhe në këtë gjithësi. Rahmet, Allahu e përzgjodhi këtë rob të tij dhe e mbushi, e mveshi me petkun e rahmetit të mëshirës ndaj mbar njerëzimin. Për të vërtetuar këtë ajet në praktik, shkojmë dhe shohim jetën atij të bekuarit, edhe thënjet e artat e atij burrit të veçantë. Gjejmë se rahmeti i tij, na mëshira e tij ndaj njerëzve i ka përfshirë të gjithë, pa asnjë përjashtim. Mëshira e tij përfshiu miqt, e që nuk kontestohet, as nuk diskutohet, shokët e tij e miqt e tij,
por I përfshiu edhe armiqt dhe kundërshtarët më të ashpër të tij. Madje ata Mekas idhujtar pagan, të cilët 24 orë ishin në vëmendje, në aksion, në kujtesë, në bërjen e kurthave dhe planeve që është me zhduk këtë burr të madh që ishte biri I tyre dhe I rritur në mesin e tyre. Megjithatë, kur njëri prej shokëve të tij tha ja Rasulullah, këta po na torturojnë, këta po na vrasin, këta nuk po lojnë dhunë pa bërë ndaj nesh, lutu kundër tyre t'i shkatërron Allahu. Ata e dinin se një lutje pejgamberit rrafsh me tokë, asnjë nuk mbeti. Allahu I madhëruar na ka treguar në Kur'an në surën Nuh, gjuzë 29 ka fundi Kur'anit, se si lut Nuhi alayhi salam pas 950 viteve, 950 viteve, të I thirr, ju njerëz thoni la ilahe illallah. Ju njerëz mos I adhuroni gurin e drurin. Ju millet, mos I adhuroni idhujt e statujat, sepse janë trupa të ngurt. Adhurojeni Allahun krijuesin e gjithësisë. Dhe në fund fare tha, o Allah, asnjë gjallë prej ty në mësene. A mbeten e një gjallë? A mbeten e një gjallë pos atyne që hypën e anije? Nga se doja pejgamberit për popullin e vet, nuk kthehet mrapa. Shok dikush që tha ja Rasulullah, lutu për këta kriminal e të pa shpirt, të cilët dojnë me na nxjerr shpirtin pse po thojnë la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, as gjë tjetër s'kem ba. Ky I bekuar ju përgjigj, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Ju njerëz, unë nuk jam dërguar mallkues që të mallkoj, mallkimi është lutja në maksimum. Nuk jam dërguar me lut Zotin me shkatërru njerëzit, por unë jam dërguar rahmet për njerëzimin. La ilahe illallah. Kjo ka qenë e randë edhe për sahabët, sepse ata knaqshin me I pa dëshmën, ka farosen, ka shkatërrohen. Ama ata me mentalitetin e rëndëm të njerëzve, ndërsa kë dallon prej njerëzve të rëndëm. Kjo Rasulullah madje I veçantë me I veçantëve të veçantëve. Andaj rahmeti I tij përfshiu edhe ata zullumçar në Mekë dhe kur nuk u lut kundër tyre. Dhe ja një prej disa rasteve që na I ka shënuar historia. Nuk jam dërguar, unë tha, për të mallkuar njerëzit, për të lutur kundër tyre. Unë jam dërguar pejgamber me mëshiru njerëzit, ta nuk pedin, pashallahu, ta nuk pedin. Nuk pedin, se kështë atë codit sot, të cilët bojnë shaka me dinin ton, e me Koranin ton, nuk e din. Nuk e din çka janë duke vepruar, duke folur, duke menduar. Nuk e din se çfarë dini është kë. E ku dojnë me ditë, nuk e din. A dojnë me ditë këtë dynja, e mja qelë Zoti, mja hek perdet të syve dhe të zemrës,
Apo nuk e marrin vesh derisa ta shohin me laçen e vdekjes? Nuk e di. Nuk e di, por një sende di që edhe këta të sodit nuk e din realitetin e këtij dini. Nuk e din se çfarë burri i madh ka qenë ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, por nëse kalimthi e shfletojmë historinë e tij, rreth rahmetit të tij, kësaj cilësie shumë të veçantë, gjejmë se rahmeti i tij, mëshira e tij ka përfshirë edhe fëmijët e vegjël. Një burra që mau, sikur sa ai i bekuar dhe luante me fëmijë. Dhe i hypshin fëmija edhe në shpinën qafë. Madje edhe kur ishte në namaz, dhe e zgjat të sejdën, sepse Hasanës e Huseni një patetina i kanë hypur në shpinë, gjyshit tyne, dhe po lujnë me te, po i vje keq mja prish qefin nipave. Rahmet për ta. Dhe hëndë në namaz, dhe dënte me zgjat Koranin, me shiju Koranin. Por, e ndëgjën të atje pas burrave, një fëmijë vogël duke qajtur. Dhe i dhëm të thënë të nanave, tash është e shqetësuar, se po m'kan fëmija, e hatri zemrës të asaj nane, e shpejton të leximin e Koranit të ndërprente dhe binte në ruku dhe në sejdë. Kë ka qenë ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e tij i përfshiu vajzat, gratë dhe gjenin femërore në përgjithësi, e që ishte diçka ekstrem, e re, e panjohur deri në atë kohë në botën arabe. Nga se për mentalitetin në shoqërisë arabe krejt, e në veçanti të fiseve që banën në Mekë dhe për rreth, me ta falë Zotin një vajzë, ishte turpi i dynjas. Andaj, edhe për ta nuk ishte tepër edhe me i varrosur për së gjalli bijat vajzat e pasalindura. E që dal nga dal, e bë dukuri e njohur tek arabët, e që Allahu a përmendi në Kur'an, se ju ishit ata që i varrosnit bijat për së gjalli, e unë me rahmetin të mu adërgoha këtë pejgamber që a u hapi sytë. E zbrita rahmet për ju, dhe jo vetëm që e ndarën vajzën e vogël kur lind, por të obligon dhe kërkon prej teje me dashte me respektu më shumë se sa djalin. Pra ta i bekuar në njërën prej haditheve ti të shumta, thot alayhi salatu wassalam, men jeli min hadhihi l-banati shay'a, ati që Allah i falë ndo një vajzë, fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar, dhe sillet mirë ndaj tyne. Sillet mirë ndaj vajzave, kur s'ka thonë ndaj djembe, ndaj vajzave. Nuk e ka veçuar djemt, ka veçuar vajzat. Kur ka thonë për djem, ka thonë për dy gjinit. Ndërsa veç për vajza, po. Me i tërgua atyne me kazbe se dini Allahot nuk i ndan njerëzit me i nënçmuar. Janë krijesat të Zotit. Këto vajza bëhen nana. Këto vajza krijojnë një shoqëri, një hymmet. E që dhe në rregullu shoqërinë pa e rregullu nanën, të zojën e shtëpisë, e që dhe në rregullu nanën pa e dash dhe pa e çmu dhe pa e duku vajzën. Jam të ndërlidhura gjërat njëra me tjetrën. Dhe këtë rast kur e tha, se hadith është pak i gjatë, Aisha e transmeton këtë hadith dhe tja Rasulullah, o që dita diçka. Çfarë ndodhi? Tha isha në shtëpi dhe erdhi një grua me dy vajzat vogla në dorë, e trokiti derën, hyri mrena, urdhëra, a kemë më dhamë diçka me hapër. Nuk pata ja Rasulullah pos një hurme, një kokër hurme, një hurme. Qa të ja dhash?
Shtëpia e pejgamberit Zotit. La ilaha illallah. E sa të mira na ka dhënë neve Zoti. Ja thash atë hurme, shpejtoj. Dhe tha për çudi, kur e mora të hurme qejtë goja, vajzat ja nesën me kajt. Nuk bën një ballë me hamërve të nana, e morë hurme nda në dy pjesë. Gjysmë njerëz vajzë, gjysmë vajzës tjetër. Po që dita, ja Rasulullah, ja që ka bën nana për e vletë. E pejgamberi me këtë rast, ja tha këtë hadith. A i cili sprovohet ati që i falë Zoti vajza, dhe ahsene i lejhinne, sillet mirë ndaj tyre, i don ato, gëzohet që ja falë Zoti ato, i edukon ato, bon sabër ndaj tyre dhe edukon, kanë me qenë mburoj nesër për i zjarmit gjehnemit, kur del parat madhit Allah Azza wa Jall. A i bekuar, pe i këshillave të veçanta që i dha, ishin këshillat e ti për gra, istawsaw bin nisa'i khayra, sillën ndaj grave të juaja mirë, o ju njerëz, madje, për i këshillave të fundit, në smundje të vdekjes e thave këtë. Ndaj grave sillën mirë. Dhe jo të mkaq, por e bekuar tha khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri jush është ai i cili është më i miri me familjen e tina. E unë jam më i mirë me familjen tim. Rahmet ndaj grave, rahmet ndaj vajzave, rahmet ndaj fëmijëve, rahmet edhe ndaj hajvanëve. Për ata i bekuar, njëheri pa dy beduhin, hypun deve, i ka nal deve, edhe po bëjnë lak në zveti. E ka mëtë si ka qenë dhe në mushka, në hajvan, kërësorja. Edhe për e thët, se për të rëtëra në hajvanin, edhe për e thët i bekuar, ose hypni për dërni, se Zoti ka kriju për mi hyp ato, irkebuha dhe dëvab, au dëuha salimeten, wala të khidhu karasija. Ose hypni për dërni, transport që ka kriju Zoti për ju, ose zbretni në tokë, mëse mërni si kariga për më ullur në to dhe bisedu, nga se tërtëra në hajvanë. Rahmet dhe mëshirë edhe për hajvanin këj bekuar. Rahmet dhe mëshirë për mbarë njerëzime. Vëllezër musliman. Nëse kjo është feja jonë, dhe kjo është feja jonë, ka që madhështore. Feja cila nuk din, nuk e kanë fjallorin e vetë. E kanë për qëllim, nuk e kanë në kushtetutën e vetë, në fundamentet e veta. Nuk e kanë Koran dhe në hadith, as kundi, dhunën, por e ka drejtsin, e ka butësin, e ka tolerancën, e ka mirëqenjen, e ka rahmetin, e ka afërsin, e ka bojarin, zemërgjërsin, dhe cilësi tjera madhështore. Megjithatë, të vlerësohet, e të cilësohet, e të përshkruhet, se feja dhënshme ka më turp. Feja dhënshme. Islam e feja dhënshme. Ma gjenë një njeri në këtë dynja, s'pa thëmë një pari, e ka thëmë para meje shumë. Ma gjenë një njeri në këtë dynja, prej kohës t'i burrit madhë. Prej këto kohës t'i burrit madhë, deri sa musliman kanë pasën pushtet. Mos më tregati mu sa kon njerëzit na me të fesë bojnë lujnë si dojnë. Nuk janë ta argument, nuk e përfaqësojnë islamin e dejnë. Ma tregon të mu një rast, që dykush prej pushtetarëve, apo prej ushtarëve, apo prej muslimanëve, e ka detyruar dikend të thët la ilaha illallah me dhunë. Nuk gjenë, sepse s'ka dhunë fej, la ikraha fi din. Qysh, kundrështon të Koranin, me zërdën bojnë njerëzit besu muslimanë.
Kërsa ti Rasulullahi, Allah i tha va ma alejke lel belag, e jotja nuk është me detyru njerëzit fej me hy, e jotja është me avqu e mani të në vend mesazhin qellor. Pra, me gjithë të vlera që ka këtë din, vëllezër, musliman, madhështinë e kësaj feje, dhe prapë se prapë të jetë feja cila etiketohet, e sulmohet, e linqohet, më së shumë të këtë dynja, a thua pse. Dhe kjo pse është një pikë pyetje shumë e rëndësi ku kërkon përgjigje shumë të gjatë, apo nënte janë shumë në përgjigje që ndoshta ndonjëra prej tyre mund të jetë e vërtetë. A thua e gjelezojnë të tjerët? A thua e gjelezojnë të tjerët? Sepse fetë e tyne nuk e kanë këtë madhështi se jonja. Apo ndoshta po kanë frikë se pjesëtarët e fesë tonë po depërtojnë dhe ata edhe për fesë tyne po hinë fetë tonë. Edhe vendet e tyne përshëndrohen musliman. Po mirë, po kjo për madhështisë fesë. A thua ndoshta për faktin që nuk munden, nuk arritën ta mundin fenë. Me gjithë luftën e madhe cila ju bë kësaj feje, prej kohës në Mekë, kur filloja i Rasulullah, me spjegu, me sqaru, me pëqo manetën e Zotit vend, kur deri këtë moment, kur ne për legjerojmë këtë ditë gjumaje, në fund të muajit të torë, kur nuk o nalë përpjekja për ta shuajtur dinin e Zotit. Arritën ta devijojnë, ta shtrëmbrojnë. Apo ndoshta kjo fej pengon shumë njerëz për të quar qëllimet e veta dashakeqëse kundër njerëzimit në vend, e që është dëgjelrimi njerëzimit, shkatrimi njerëzimit, humbja, vlerave njerëzore të cilët e kanë njerëzit. Apo ndoshta e pengon grupe mafiozit e saktuara, të cilët nuk mundën, s'kanë këshesin, gjamisën e bje drogën me shitaj e alkoholin e faqen e zezë. Nuk mundën, se ta nuk e blejnë, s'ka pazar këto. Apo ndoshta mund të ketë edhe përgjigje tjetër, apo ndoshta kështë pas ka qenë ligji i Zotit. Se do që t'jetë përgjigja, është linquar shumë këtë din. Andaj e jonja është të krenohem me këtë din. Ta duam këtë din, dhe të punoj me përhap këtë din, sepse është faqebardhësi, e lumturi, e begati, e pasuri për ban njerëzimin. Duhet punojmë që të tërgojmë njerëzve se feja jo nuk ka të bëjmë ata që mendoni jo. Dhe për përfëndaj me thënien e një njeriu shumë të madh, bashkohor, ish ambasadori i Danimarkës në Arabi Saudite. Ja dënë Zoti hajrin dhe qënë atje, edhe kupton hajrin, edhe kupton se ndryshe është flitur për islam përëndim, pa ndryshe qenë ka islami. Andaj ja që ka thët tekstualisht, përëndimi nuk e një islamin, ndaj edhe e orren atë duke menduar se islami është fe e armiqësisë dhe terrorizmit. La ilaha illallah, me thonë islamit fe terrore, ose me thonë djellit të s'po bë dritë heq. Por ja që i thoi, se i fortit thët, dhe ti detërosh me thonë, pa, mire ki, sepse je i fort. Pra, ndaj edhe rrejnë përëndime atë dokumentuar se islami është fe, armiqësisë dhe terrorizmit, sikur përëndimi ta kuptante. Se çfarë vlera shka ky islam, do ta kishte pasuar atë. Do shpresoja shumë, dhe kjo fjalia fundit është shumë e rëndësi për mendimin tim. Do shpresoja shumë që muslimanët të shpërngulur në Evropë, që të hinë edhe na, nuk jenë shpërngulur, po jenë pjesë Evropës. Që muslimanët të shpërngulur në Evropë të punonin për ta përmirësuar imazhin e islamit dhe për ta treguar të vërtetën, e vërteta një. Është një. Kjo është feja vetme e të madhe të Allah Azza wa Jall. Dhe ata të cilët duan ta fitojnë kënaqësinë e Zotit, dhe ata të cilët dojnë xhenetin e Zotit. Kjo është rruga.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. Kjo është rruga e Zotit. Kjo është tarikul mustaqim. Pasajeni, ndiqeni. Kur mos u nalni, edhe mos u kujtoni 2 herë. Sepse në hak e mos e pasoni rrugisat ndjadhe të majt, sepse këto ju çojnë në xhenem. Kjo çon xhenem. E lusëm Allahun e madhruar te bareke ve taala me krejt emrat e tij dhe cilësitë e tij të na forcoj imanin në zemrat tona. Të na bëj për atyre të cilët e njohin dinin dhe e dojnë dinin dhe e praktikojnë dinin dhe përhapin dinin, sepse dini është krejt hajër, krejt vlera. E lusëm Allahun azza wa jall që ta mundsoj të jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të ringjallem si musliman. E falenderojmë Allahun e madhruar shumë për çdo mirësi dhe çdo begati me të cilat ai neve na ka ndëruar. E mesin e këtyre të mirave të mëdha të shumta është edhe kjo xhami, e janë këta musliman, edhe është kjo liri, të cilën e gëzojmë nesër la ilaha illallah, me fol hak, me fol fjalën e Allahut, dhe nuk i tuti me askujt këtë dynja, pas Zotit lart në qiell. Andaj do të falenderoj Zotin shumë për të mira me të cilat ai na ka nderuar, që më na rujt Zoti këto të mira dhe më na shtu Allahu të mira. Allahumma amin. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.